Përshëndetje, mirëmëngjes. Atë çfarë është kjo nismë, çfarë synoni përmes saj? Para dhe objektivi kryesor është që ne si pjesë politike e shoqërisë, pra shoqëria civile, të mund të bëhet pjesë dhe të kontribuojë në zhvillimin me sukses të reformës zgjedhore që tashmë dihet Kuvendi i Shqipërisë e ka filluar. Ajo që ndryshon nga sillet e tjera të kësaj shoqërie ndaj kësaj të drejtë dhe detyre që ka, qëndron në faktin që kësaj radhe ne jemi përpjekur që mos të shkojë secili nga ne që ka mendime, që ka propozime se çfarë dhe si duhet ndryshohet dispozitat saktuara të kodit zgjedhor, të shkojmë në vete tek komisioni parlamentar, por të bëjmë të mundur që ne të prodhojmë të gjithë së bashku një dokument në të cilin të pasuron mendimet e të tërëve dhe të gjendet me mira e mundshme në atë që ne do të bëjmë. Për ta realizuar këtë gjë, puna ka filluar nga një grup nismëtar, diku të 10 veta, 5 ose 6 muaj përpara, dhe pasi pune intensive konsultimi me gjithçka që ka prodhuar ndërkohë shoqëria civile, ne Presim pak çaste për të lidhur sërish me zotin Kume. Po flasim për nismën e depozituar pra në parlament, ku kërkohet dhe synohet rritja e përfaqësimit politik, ulja e kostove të procesit zgjedhor, eliminimi i barrierave që pengojnë pjesëmarrjen e qytetarëve në zgjedhje. Fillimisht, po, e kam zotin Kume, po zotin Kume. Mirë, me sa duket kemi sërish një shkëputje. Është pikërisht kjo një nga dokumentet e depozituar në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, në të cilën pra kërkohet që të pajisen me një formular tip për t'ju drejtuar më pas qytetarëve për të bërë edhe vendimin përfundimtar për ndryshimet në kodin zgjedhor të Republikës Shqipërisë. Po, zoti Kume... Ndjes për të që ndodhin, po kështu e lidhjet online. Asnjë problem, pa merr. Përballen me tilla situatë. Atëherë, isha duke thënë, në përgjigje të pyetjes tuaj, faktin që pasi periudhe, më diku 5-6 mujore, ne kemi arritur më së fundi që të draftojmë një propozim për ta dërguar në Kuvendin e Shqipërisë që ata pastaj ta konsiderojnë në vendimarrje që do të ketë Kuvendi i Shqipërisë për ndryshimet që do të bëhen në ligjin zgjedhor. Rruga që ne menduam të ndjekim për ta paraqitur propozimin tonë në kuvend është ajo e përdorimit të nisës qytetare ligjvënëse. Pra, mos shkojmë në Kuvendin e Shqipërisë me mendime të një grupi të caktuar ose të disa përfaqësuese organizatat të caktuara të shoqërisë civile, por duke patur krah gjithë kësaj pune edhe qytetarët, që do të thotë dhe kush ndjek le ta mbaj shënim ligjit të tillë. Ajo çka është dorëzuar deri sot në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve është një draft për ndryshimet që ne propozojmë të bëhen në ligjin zgjedhor, draft i cili ne mirëpresim çdo propozim që mund të bëhet nga kushdo që do të japi mendime për rregullime të mëndshme që duhet bëhen në këtë draft. Drafti kthehet në projekt vetëm pasi ai të ketë marrë mbështetjen dhe firmat e të paktën 20.000 zgjedhës. Pra, procesi është i hapur dhe ajo që ne do dëshironim ndryshe nga çdo herë tjetër, nuk është hera e parë që jemi drejtuar qytetarëve për të bërë pjesë të nismave të tilla është që jo vetëm të marrin pjesë duke firmosur, por të marrin pjesë qytetarët duke kontribuar në atë që ne